Një ditë më pas, heshtja në kompleksin Arlis flet më shumë se çdo fjalë. Era e djegjes ende ndihet në ajër, ndërsa dritaret e nxirra dhe apartamentet e shkatruara tregojnë historinë e një tragjedie që askush nuk e kishte imagjinuar. Grupi hetimor është rikthyer sërish në vendin e ngjarjes për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe për të bërë bilancin e dëmeve. Mbi 30 apartamente janë shkrumbuar, vende ku dikur dëgjoheshin të qeshura fëmijësh, ku ndërtoheshin plane për të ardhmen, ku jeta vazhdonte normalisht. Sot ato familje nuk kanë më një derë për të hapur, as një vend për të kthyer. Humbja nuk matet vetëm me miliona euro dëme, por me kujtime të pazëvendësueshme që nuk rikthehen më. Si pasojë e asfiksisë, 11 persona morën trajtim në urgjencën e QSOT-s. Fatmirësisht gjendja e tyre është e stabilizuar, jashtë rrezikut për jetën. Zjarfikësit luftuan për 4 orë me flakët, në një betejë të vështirë. Ata nuk luftonin vetëm kundër zjarrit, por edhe kundër kohës, frikës dhe pasigurisë. Kryeministri Edi Rama tha se dëmet do të merren përsipër nga kompania e ndërtimit. Ndërkohë pyetjet që mbeten pezull, kush mban përgjegjësi? Si është e mundur që kjo tragjedi ndodhi për herë të dytë në të njëjtin vend dhe më e rëndësishmja, a do të mësojmë më në fund nga kjo dhimbje? Sepse pas çdo apartamenti të djegur, ka një histori. Pas çdo dere të shkatëruar, ka një familje që sot ndihet të humbur. Dhe ndoshta, më e dhimbshmja nga të gjitha është se kjo mund të ishte shmangur.